Sot është dita e tretë e Treditësit të Pashkëve, është unë e madhe. Kisha në këtë ditë të shenjtë mbetet në heshtje para varrit të Krishtit, pa fjalë të tepërta, përveç atyre të liturgjisë. Thot një autor i lashtë, çfarë ndodhi? Sot mbi tokë është një heshtje e madhe dhe një vetmi plot pikëllim. Heshtje e madhe sepse mbreti po fle. Toka ka mbetur shtangë dhe pa fjalë, sepse hyi i bërë njeri, ka rënë në gjumë dhe kështu ka zgjuar ata që flinin që prej shekujve. Hyi ka vdekur në mish dhe ka zbritur në nën tokë për të shkundur mbretërin e vdekjes. Me siguri ai po shkon ta kërkojë njeriun e parë, Adamin dhe Even, por si delen e humbur. Kishe shenjtë pra qëndron në heshtje, sepse nuk ka shumë fjalë për të përshkruar se si Zoti po vepron, se si na shpëton pa e shpëtuar birin e vet, se si na jep jetë duke lejuar vdekjen e Jezusit. Nga një anë kundrojmë se Zoti po flet gjumë dhe nga ana tjetër se është ende në misionin e vet, duke kërkuar njerëzit një nga një, kudo që do të ketë përfunduar rruga e jetës së tyre. Zoti hesht, sepse po punon, vepron, duke shndërruar dështimin njerëzor të kryqit në themelin e një jete të re. Heshtja e madhe jon është pra kundrimi misterios i asaj pune që po bën Zoti. Mirë po, për të parë veprën e Zotit, për të dëgjuar zërin e tij, është domosdoshme heshtja jon. Shkruan shëngjoni kryqit. Shpirti duhet të mësojë mirë se në këtë vetmi, edhe pse nuk i duket se ecën përpara dhe se vepron, megjithatë përparon shumë më tepër se po të vepronte me nismën e tij, sepse në ato vetmi po vepron Zoti vet, që mban shpirtin në krah. Puna që kryhet në zemrën e tij është shumë e rëndësishme, pasi është Zoti që vepron në të. Nuk duhet të na habis nëse shpirti nuk e percepton këtë punë, pasi vepron Zoti në të, në heshtjen, sikurse thonë në shkrimin shenjtë, fjalët e urtisë dëgjohen në heshtje. Kur Zoti flet, kur Zoti vepron, vetiu njeriu mbetet pa fjalë, pa punë, pasi ajo që thotë bën Zoti është aq e madhe sa që na lë pasiv dhe në heshtje. Faktikisht, njëri prej kritereve për të dalluar a është vërtet vepra e Zotit në një shpirt apo jo, është pikërisht kjo: hyrja në këtë heshtje, në këtë kundrim pa fjalë. Sepse siç i thotë shëngjoni i kryqit një bie të tij shpirtërore. Kështu e kuptoj unë, moj bie, se shpirti i cili të ngutet të shpejt në fjalë apo në vepra, nuk do të jetë shumë afër Zotit. Sepse përkundrazi, kur është afër tij, faktikisht
ndjen por si një forcë që e tërheq për mbrenda, pra në heshtje dhe larg çdo bisede të tepërt. Një heshtje e cila është fryti i pranisë dhe i veprimit të Zotit, i cili pra e tërheq shpirtin nga brenda dhe e mbush me hirin e vet, duke lënë në këtë heshtje plot mrekulli dhe mirenjohje. Atëherë, edhe më mirë kuptojmë domethënien e heshtjes së kishës ditën e shtunës së madhe. Një forcë që na tërheq më fuqishëm brenda nesh, para veprës së madhe që po bën ati në Krishtin, që u dorëzua për shpëtimin ton. Shënt Tereza e Jezusit Fëmijë dhe Fytyrës së Shenjtë, në një letër të saj, mbron fuqishëm thirrjen e vet karmelitane dhe jetën e vet të kushtuar në heshtjen e kuvendit për shpëtimin e shpirtrave. Duke kujtuar parfumin që Maria, motre Lazarit, të derdhë të këmbëve të Jezusit në shenjë falënderimi për jetën e re të vëllait, Tereza shton: atëherë e gjithë shtëpia u mbush me ato parfum, por apostujt mërmeritën kundër saj. Ndodh pikërisht sikur për ne. Të krishterët më të zellshëm u duket se jemi të egzageruara dhe që do të duhej të shërbenin me martën në vend që t'i shugurojmë Jezusit vazo të jetëve tona me parfumet që përmbajnë. Dhe megjithatë, që rëndësi ka që vazot tona të thyhen nëse Jezusi ngushëllohet dhe bota është detyruar kundrës dëshirës të ndjej parfumet që nxjerrin dhe që shërbejnë për të pastruar ajrin e helmuar që frymer pa ndërprerje. Ajri i helmuar i kësaj bote, i kësaj jete, ku nuk ka më asgjë falas, dhe gjithçka ka çmimin e vet, edhe në marrëdhëniet, edhe jeta vetë e njeriut. Ky ajër pastrohet së pari sigurisht me flimin e Krishtit, me bujarinë e tij dhe me dhuratën e asaj jete që vazoja e trupit të tij ruante për ne. Po gjithashtu, së dyti, ky ajër i rënd pastrohet edhe nga shenjtërit, të cilët në situata të ndryshme të jetës së tyre, siç bën të Shënt Terezina, i thyen vazo të jetës së tyre me flim të vetvetes në dobi të botës. Së treti, edhe ne mund të bashkëpunojmë në pastrimin e ajrit të kësaj bote, pasi që do i krishter ka boll raste në të cilat mund të thyej vazon e vet, domethënë mund të dhuroje sakrificën e jetës së vet në dobi të familjes, të bashkësisë, të botës mbar.